pamjet e tilla pasardhjes së mërgimtarëve në vendlindje janë të shpeshta. Aorta kryesore e qytetit, rruga e Ilindenit, shpesh herë bllokohet edhe për 10 minuta ose më shumë, nga veturat e shumta që qarkullojnë nëpër qytet, por edhe atyre që nuk respektojnë rregullat e parkimit. Një pengesë shtesë në udhëkriqin e rrugës së Ilindenit krijojnë edhe furgonët. Kjo problematik i përsëritet Tetovës prej vitesh si pasojë e shtimit të numrit të veturave dhe mungesës së vendeve të parkimit. Komuna e Tetovës ka formuar edhe këshillin që do të merret me këtë punë javë më parë, por rezultate nuk ka ende. Planet tona janë normalisht që të bëhet rregullimi i parkingeve zonale. Me thënë ajo është një prej projekcioneve tona po ashtu të vitit 2014, që mendoj që do të çliroj komunikacionin mjaft në qytet dhe në të njëjtën kohë në koordinim të përhershëm me Ministrinë e Punëve të Brendshme, duke pasur parasysh që kompetencat aty i kemi të ndara, ne dhe institucionet e tjera, përpjekjet tona do të jenë që sa më tepër të ketë rregull në qytet. Të njëjtin mendim ndan edhe sektori i punëve të brendshme i Tetovës. Edhe policia është e vetëdijshme për problemin, por zgjidhja po vonon të gjendet. Për këtë arsye kemi marrë pjesë edhe në Këshillin e Emergjencave të organizuar nga ana e komunës, ku edhe u vendos që të vendosin një ndalim qarkullim nga ora 7 deri në ora 19 mjeteve të rënda motorike, gjithashtu edhe autobusëve, përveç autobusëve të cilat bartin zonës. Në të ardhmen besoj se që rregullimi i zonave të parkingeve nga ana e komunës do e rregulloj vetat atë problem, por nga ana jonë janë marrë masa gjatë kohës gurbeqarëve që janë këtu, që të njëjtit nga rruga kryesore, që është rruga e Ilindenit dhe rruga Mashaltito, që mos parkohen atë. Por, ndërsa organet kompetente shprehen se po punojnë në këtë drejtim, qytetarët shprehen të revoltuar nga mungesa e përmirësimeve. Ata kërkojnë që ky problem të gjejë zgjidhje dhe qyteti të frymojë lirshëm. Tetova katastrofë momentalisht. Ma shumë ke vetura se njerëz. Tetova numër 1 në Maqedoni që ma e ngarkome me. Policia tash momentalisht Tetova nuk ka rregull hiç. Tetova nuk ka rregull hiç. Sikuj si më tekat e ndalen veturën, nuhet në semafor, çfarë gjë që ndalin, secili ku do e ndalin. Shumë, veçanërisht për mekanizmin e veturave. Duhet të organizohet, planifikohet që të devijohet trafiku. Të jetë më i organizuar, jo të kenë qasje të gjithë në një rrugët tjera të jenë boshe. Nga komuna e Tetovës dhe sektori i punëve të brendshme, ju bëjnë apel edhe qytetarëve që të përdorin sa më pak makinat për lëvizje brenda në qytet. Nga ana tjetër, autoritetet harrojnë se Tetovës i mungon transporti ndërurban dhe se qytetarët nuk kanë zgjidhje tjetër.